zotin Sallahu, Adnan Rostemi, statusi I tij në Facebook, thot I lus disa ambasador që të mos e shkatrojnë gjykatën kushtetuese me vizita, takime ndërhyrje, sepse dëmet për vendin ton do të jenë të pariparueshme. Tani, aje ka shkruar, është deputet dhe është aktiv edhe Adnani edhe ti, sidomos në këtë periudhën e fundit, zoti Sallahu. Jo është fundit. Jo, e kam fjalën lidhur me çështjen e gjykatës kushtetuese, jo për çështje të tjera. Po jeni frontlinera në kuptimin e pozicionit lëvizjes vetëvendosje. Kush janë këta ambasador? Kush janë këta njerëz? Besoj në Adnanin se kanë po që do ditë, mirë po... Ke folë në telefon, me siguri? Jo, besoj që jo, s'na haro. Ka ambasador që po ndërhyjnë në gjykata kushtetuese? Jo, ai nuk di pse po merr nisë befasi këto, e para. Atë pse po se këtu e shtru këtë pyetje edhe po e ngrin zonë me falloj çuditërie. Mirë po, ajo që po du të thonë është kjo, kushtrim, që me gjastë madhe Adnani ka dëgju. Ka dëgju? Ka dëgju, se ka informacion të sakt që diçka e tillë po ndodh. Mirë po, historikisht nuk është kjo për më që ditë, sepse ne e dim që ka pas ndërhyrje të tilla. Qoftë në gjykatë, qoftë funksione të tjera. Nga kush? Vetëm faktu, demas, nga kush? Po jo e dini për historikisht na çto po jetojmë. Jo që të përjetojmë, na ka pas ndërhyrje të ambasadorëve në shumë shtatat konkrete brenda zonës të Republikës Kosovës. Domethënë nuk është diçka e jashtëzakonshme kjo. Po kjo a do të thotë ndërhyrje zoti Sallahu është një lloj ndërhyrje për ta cytur gjykatën kushtetuese që të vendos në favor të zgjedhjeve të reja apo çfarë? Ai bie kështu, si një nën tekst. Po dhe mund t'i bie se çashtu po kuptohet në parim. Dhe